Ndërkohë që pjesa më e madhe e Europës ka nisur një shkëputje nga makinat me naftë, Shqipëria duket se po vijon të ecë në drejtim të kundërt. Të dhënat më të fundit tregojnë se automjetet me këtë lloj karburanti dominojnë ende regjistrimet e reja, duke e bërë tregun vendas më të ekspozuar ndaj luhatjeve të çmimeve dhe politikave energjetike. Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, gjatë 3 muajve të parë të vitit, janë regjistruar për herë të parë mira dhe autovetura, ku pjesa dërmuese mbeten me naftë. Edhe pse vihet e re një rënje e lehtë krahasuar me një vit më parë, kjo kategori vijon të ketë një peshë dukshëm më të lartë se mesatarja europiane. Në kontrast të fortë, tregu europian ka ndryshuar ndjeshëm profil, benzina ka marrë rol dominues në regjistrimet e reja, ndërsa makinat me naftë janë në tërheqje të vazhdueshme. Shqipëria nga ana tjetër mbetet një nga vendet me varësinë më të madhe nga kjo teknologji, duke u renditur përpara edhe vendeve të tjera të rajonit. Megjithatë, një sinjal pozitiv vjen nga rritja e interesit për makinat elektrike, edhe pse ende larg dominimit, prania e tyre në treg po bëhet gjithnjë më e dukshme, gjë e cila reflekton mbi një ndryshim gradual në preferencat e konsumatorëve. Rënja e përdorimit të makinave me naftë në Europë lidhet me disa zhvillime kyçe të dekadës së fundit, skandali i manipulimit e emetimeve nga prodhues të mëdhenj automobilistik, tronditi besimin e publikut dhe shtyu institucionet drejt rregullave më të ashpra. Paralelisht, qytete të shumta vendosën kufizime për automjete ndotëse, ndërsa politikat e Bashkimit Evropian favorizuan qartazi alternativat më të pastra. Ndryshimet fiskale dhe zhvendosja strategjike e industrisë drejt elektrifikimit kanë përshpejtuar këtë tranzicion. Përballë këtij realiteti, Shqipëria mbetet ende në një fazë tranzitore, ku dominimi i naftës vazhdon të jetë një karakteristikë përcaktuese e tregut automobilistik.